Firma VIP ishte një eksperiencë zhgënjuese për Akilin, i cili reagoi për herë të parë pas largimit nga spektakli përmes një interviste televizive. Ai pranoi se hyrja në program nuk shkoi siç e kishte imagjinuar dhe se sot do të zgjidhte të mos bëhej pjesë e tij. Sipas tij, disa situata brenda formatit e kanë lënduar dhe kanë bërë të ndjetë i tradhtuar, ndaj dëshiron ta lërpas sa më shpejt këtë periudhë. Akili u shpreh se realiteti i lojës brenda shtëpisë rezultoi krejt ndryshe nga ajo që kishte perceptuar para hyrjes dhe nga mënyra si e pa gjithçka pasi doli jashtë. Ai komentoi edhe debatet që e shoqëruan gjatë qëndrimit në program, duke thënë se ato krijuan një imazh të gabuar për karakterin e tij. Në deklaratën e tij ai hodhi poshtë akuzat për gjuhë urrëtieje ndaj grave, duke theksuar se është rritur në një familje me shumë vajza dhe nuk mban qëndrime të tilla. Sipas tij, situata ka ndikuar emocionalisht edhe te familja, aq sa nëna i tha se nuk po e njihte më pas asaj që kishte parë në ekran.